është miratuar që në vitin 2016. Faza e parë e liberalizimit ka filluar në vitin 2017 me daljen e 3 ndërmarrjeve të mëdha në treg, ndërka që faza e dytë është shtyrë disa herë në 8 vitet e fundit. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut e kanë zbatuar këtë reformë vite më parë, e duke përfshirë një pjesë shumë të madhe të bizneseve, ndërsa bizneset tona kanë përfituar ndërkohë nga tarifat të rregulluara dhe subvencione direkte të faturave të bizneseve në vlerë prej 26 milion euro. Kësaj edhe pse sfida ekziston, bizneset tona kanë krijuar avantazh konkurrues, e kanë pasur më shumë kohë se të tjerët për të përgatitur për ndikimin e daljes në treg. Nga ona jonë, si qeveri, kemi përkrahur të gjitha bizneset gjatë pandemisë dhe krizës energjetike, kur ato kishin më së shumti nevojë. Veçanërisht kemi qenë dhe do të jemi gjithmonë pranë prodhuesve vendor. Me 100 milion euro kredi të subvencionuara, miliona euro për certifikime, digitalizim dhe promovim të eksporteve, kemi ndihmuar me përkushtim që prodhuesit tonë të rriten, të modernizohen dhe të konkurrojnë fuqishëm. Sot po zhvillojmë edhe instrumente të reja për t'i përkrahur ata në këtë fazë të tranzicionit, siç janë skema për eficiencë energjetike e sisteme solare, subvencione për makineri eficiente, mbështetje për auditime energjetike e të tjera. Njëkohësisht po komunikojmë, bashkëpunojmë ngushtë me prodhuesit dhe odat për të sjellur komunikim më të mirë mes bizneseve, rregullatorit e furnizuesve, me qëllim të mirë informimit dhe rritjes së konkurrencës që i shërben bizneseve dhe interesit publik. Ndërkohë, përderisa ne po flasim këtu, Oda ekonomike e Kosovës, që do duhet të qëndronte pranë bizneseve për të përballur me realitetin e ri, sot po tenton të bllokojë rrugët magjistrale me një kërkesë të vetme, shtyrjen e zbatimit të liberalizimit të tregut. Shtyrjen e vendimit po e kërkojnë me justifikimin se për një vit do të përgatiten, duke injoruar faktin që nga ona e tyre nuk kanë bërë asnjë përgatitje për 8 vitet e shkuara, përderisa është shtyr nga viti në vit ky proces. Të dashur qytetarë, të dashur përfaqësues të bizneseve, ajo çfarë Oda ekonomike e Kosovës nuk po ju tregon, është se plotësimi i kërkesës së tyre nuk e zgjidh problemin, por veç se e bart koston e energjisë së këtyre 1200 ndërmarrjeve te faturat e secilit prej jush. Secilës familje dhe mbi 100.000 biznese tjera më të vogla që janë më pak të fuqishme e të zëshme sikurse disa. Për të mbrojtur 1% të ndërmarrjeve më të fuqishme në kurrez të 99%-shit dhe të familjeve anën banë Kosovës, ata po duan që të bëjnë barrikada në hyrjet e Prishtinës. Por koha e barrikadave në Kosovë ka kaluar. I kemi hequr ato kudo ku kanë qenë dhe jemi zotuar që nuk do të lejojmë më të reja të vendosen. I bëjmë thirrje të gjitha odave dhe bizneseve të fillojnë të mendojnë mënyrë të mençur për eficiencën dhe optimizimin e shfrytëzimit të energjisë. Ne do të vazhdojmë të ndihmojmë bizneset që modernizohen dhe investojnë në eficiencë të energjisë në të mirë të tyre, të shtetit e të qytetarëve. Qeverinë e Republikës Kosovës, mua si kryeministër, na kanë partner, ne jemi të gatshëm dhe shumë të interesuar për dialog për zgjidhje. Për prodhuesit e Kosovës, edhe një herë po e përsëris, ne do të jemi bashkë me ju në çdo hap e në çdo betejë në këtë proces, në mënyra që janë të shëndetshme për ju e në përputhje me interesin publik. Në mbledhjen e sotme, e cila është 260 me radhë, të cilën po e mbajmë si qeveri, do të marrim ndër të tjera edhe vendime për emrime në pozita të larta drejtuese, si dhe për formim të komisioneve ad hoc apo komisioneve të përkohshme për qëllim përmbylljen e proceseve regrutuese. Të gjitha këto të filluara para datës 22 mars 2025.
kur qeveria jonë ka kaluar de jure qeveri në dorëheqje. Me këtë rast, me këto vendime, nuk po fillojmë nisma e procese të reja, por vetë po përmbyllim ato që kemi nistur e janë zhvalluar gjatë mandatit të plot e të rregullt tonë. Ky nuk është vetëm obligimi ymi, po është edhe përgjegjësi ligjore dhe institucionale për të plotësuar pritshmëritë e atyre që i kanë besuar shtetit e janë shtuar mundësisë të jenë pjesë e administratës publike. Të nderuar anëtar të kabinetit qeveritar, të dashur qytetarë, para se të kalojmë tek pikat e kësaj mbledhje si qeveri në detyrë, aktualisht në 3 zona gjeografike në kontinentin e Evropës është duke u realizuar ushtrimi më i madh që ushtria e SHBA-ve organizon dhe realizon në kontinentin e Evropës. Defender Europe 25 me pjesëmarrje të 25.000 trupave nga 29 vende të NATO-s. Republika e Kosovës ka nderin dhe kënaqësinë të jetë në mesin e 18 vendeve nikoqire dhe se Forca e Sigurisë Kosovës po merr pjesë me parafërsisht 1.000 trupa në ushtrimet që po zhvillohen në Kosovë, Shqipëri, Kroaci dhe Maqedoni të Veriut. Këtë radhë, Republika e Kosovës është vend i përzgjedhur nga ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku është vendosur komanda e divizionit 28 të Këmbësërisë. Nga baza e FSK-s në aeroportin e Gjakovës, kjo komandë taktike amerikane po udhëheq me të gjitha brigadat në regionin e Evropës juglindore. Institucionet tona dhe ushtria jonë po dëshmojnë që janë të afta për të mikpritur dhe për të organizuar në territorin e saj ushtrime komplekse, të cilat kërkojnë planifikim, organizim dhe mbështetje të nivelit shumë të lartë. Rritja e gatishmërisë dhe pranisë në kufirin tonë e forcave të armatosura të Serbisë, besojmë që është reaksion ndaj Defender Europe 25. Por ajo çfarë nuk e dim ende është se apo e bën këtë vetë Serbia apo një gjë të tillë ja ka kërkuar Rusia. Ju faleminderit e tash po vazhdojmë me pikat e parapara për rendin e ditës, duke nisur me shqyrtimin e propozim vendimit për aprovimin e ekstraktit procesverbalit dhe transkriptit mbledhjes 258 dhe të ekstrakteve të procesverbaleve të mbledhjeve 257 dhe 259 elektronike korresponduese të Qeverisë së Republikës Kosovës. Të nderuar kolegë, anëtar të qeverisë, këto ekstrakte të procesverbalit dhe transkriptit u janë shpërndarë në linkun e materialeve të mbledhjes 260 të qeverisë. Nëse nuk keni ndonjë vërejtje, ju ftoj për miratim, kush është për. Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e dytë është shqyrtimi i propozim vendimit për emërimin e drejtorit ekzekutiv për Agjencinë për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsimin për të Rritur. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit propozon që zonja Fikrie Zymberit të emërohet në pozitën e drejtoreshës ekzekutive. Në këtë agjenci, zonja Fikrie Zymberi obligohet të kryejë gjitha detyrat dhe përgjegjësitë e përcaktuara me legjislacionin në fuqi. Për më shumë e ftoj ministrën zonjën Arbrien Agapsi që ta merr fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër, të nderuara zëvendës kryeministre, ministra, të gjithë të pranishëm. Lejani të propozoj para jush propozim vendimin për emërimin e drejtores ekzekutive në Agjencinë e Arsimit dhe Aftësimit Profesional dhe Arsimit për të Rritur në Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Në pajtim me dispozitat e ligjit numër 08L197 për zyrtarit publik dhe rregullores për procedurën e pranimit në shërbimin civil, Ministria e Arsimit ka zhvilluar procedurat e rekrutimit për plotësimin e vendit të punës drejtor ekzekutiv në Agjencinë e Arsimit dhe Aftësimit Profesional dhe Arsimit për të Rritur. Gjatë kohës sa ka qenë i hapur konkursi, kanë aplikuar gjithsej 18 kandidat, nga të cilët 7 kanë kaluar fazën e verifikimit. Në pajtim me ligjin dhe procedurën, Komisioni i Pranimit është themeluar me vendim të Qeverisë së Kosovës me datën 11/12 të vitit 2024. Komisioni i Pranimit me datën 20/12/2024 ka finalizuar punën dhe ka përgatitur rekomandimet me emrat e 3 kandidatëve të cilët kanë kaluar pragun minimal prej 70 pikëve.
Lidhur me këtë procedurë të rekrutimit, edhe Këshilli Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës ka shqyrtuar dhe refuzuar një ankesë të paraqitur dhe ka vërtetuar që procedura është zhvilluar në pajtim me dispozitat e ligjit për zyrtarët publik dhe rregullatore tjera në fuqi për procedurën e pranimit në shërbimin civil. Në pajtim me nenin 49, paragrafi 1 të ligjit për zyrtarët publik dhe nenin 16, paragrafi 2 të rregullorës numër 15/2023 për procedurën e pranimit në shërbimin civil, pas përfundimit të procedurës së ankesës dhe gjitha fazave paraprake, Ministria ka përzgjedhur zonën Fikrije Zymberi si kandidaten më të pointuar për pozitën drejtor ekzekutiv në Agjencinë e Arsimit dhe Aftësimit Profesional për Arsimin për të Rritur. Ky propozim është diskutuar dhe konsultuar me gjitha institucionet përkatëse dhe përmbush kërkesat procedurale për t'u nënshtruar vendimarrjes në këtë mbledhje të qeverisë, andaj ju ftoj që ta votojmë. Faleminderit. Faleminderit Ministre Nagavse, do fjalën dikush për diskutim. Atëherë ju ftoj për menatim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 3 është shqyrtimi i propozimit vendimit për emërimin e drejtorit të përgjithshëm të Inspektoratit të Arsimit. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e propozon zonjën Besa Bytyqi Baraliu për të emëruar në pozitën e drejtores së përgjithshme të Inspektoratit të Arsimit për më shumë lidhur me përgjegjësitë dhe obligimet në zbatimin e mandatit. E ftoj edhe një herë ministrin Nagavse të marrë fjalën. Faleminderit Kryeministër, atëherë përparaqes para jush propozim vendimin për emërimin e drejtorit përgjithshëm të Inspektoratit të Arsimit në Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Në pajtim me ligjin për zyrtarët publik dhe rregulloret në fuqi, Ministria ka zhvilluar procedurat e rekrutimit për plotësimin e vendit të punës drejtori përgjithshëm i Inspektoratit të Arsimit, pozitë kjo e cila ka qenë duke ushtruar me ushtrues të detyrës. Gjatë kohës sa ka qenë i hapur konkursi, kanë aplikuar gjithsej 37 kandidat, nga të cilët 18 kanë kaluar fazën e verifikimit. Në pajtim me legjislacionin në fuqi dhe procedurat e nevojshme, është vendosur Komisioni i Pranimit me vendimin e Qeverisë së Republikës Kosovës numër 13233 të datës 27 nëntor 2024. Në test me shkrim kanë marrë pjesë gjithsej 9 kandidat nga 18 e ligjit për zyrtarët publik dhe rregullore tjera në fuqi për procedurën e pranimit në shërbimin civil. Andaj në pajtim me nenin 49, paragrafi 1 të ligjit për zyrtarët publik dhe nenin 16, paragrafi 2 të rregullores për procedurën e pranimit në shërbimin civil, pas përfundimit të suksesshëm të gjitha procedurave paraprake, Ministria ka përzgjedhur zonjën Besa Bytyqi si kandidaten më të pointuar për pozitën e drejtoreshës së përgjithshme të Inspektoratit të Arsimit. Andaj edhe kërkoj mbështetjen tuaj që ta miratoni këtë propozim vendim, pas parasysh edhe gjithë kualifikimet dhe përvojën e gjatë në Ministrinë e Arsimit të zonjës Besa Bytyqi Baraliu. Ju faleminderit. Faleminderit Ministrin Nagavse, do fjalën dikush për diskutim. Ju ftoj për menatim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 4 është shqyrtimi i propozimit vendimit për emërimin e drejtorit përgjithshëm të Agjencisë së Meteorologjisë Kosovës. Procesi i përzgjedhjes edhe për këtë pozitë nivelit lartë drejtues është zhvilluar në mbështetje të ligjit për zyrtarët publik dhe rregullorës për procedurën e pranimit në shërbimin civil. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka përzgjedhur zonjën Sebahate Bushrani Ibrahimi që të emërohet në pozitën e drejtores ekzekutive në Agjencinë e Meteorologjisë Kosovës. E ftoj ministren zonjën Rozeta Hajdare që ta merr fjalën. I nderuar Kryeministër, të nderuar zëvendës Kryeministra, të nderuar kolegë ministra, lejoni që në emër të Ministrisë Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë të paraqes arsyeshmërinë e propozim vendimit për emërimin e pozitës së drejtorit ekzekutiv në Agjencinë e Meteorologjisë së Kosovës.
Meteorologjia e Kosovës, ose respektivisht Agjencia e Meteorologjisë e Kosovës, është institucioni kryesor shtetëror përgjegjës për meteorologjinë e Republikën e Kosovës dhe ka rol kyç në zhvillimin e sistemit kombëtar të matjeve, duke siguruar kështu besueshmërinë dhe saktësinë e instrumenteve matëse në sektor të ndryshëm si në industri, shëndetësi dhe mjedis. Duke i vlerësuar domethënien jetike të meteorologjisë, mund të ndërtojmë një Kosovë më të sigurt, sepse meteorologjia është çelës garantues për matjen dhe performancën e produkteve që ne përdorim, sidomos sot, në botën e dominuar nga teknologjia dhe inovacioni. Prandaj, procesi i përzgjedhjes në këtë pozitë të nivelit të lartë drejtues të Agjencisë së Meteorologjisë së Kosovës është zhvilluar në mbështetje të nenit 49 të ligjit numër 08 L197 për zyrtarët publik, nenit 16 të rregullores së qeverisë numër 15 të vitit 2023 për procedurën e pranimit në shërbimin civil, e ndryshuar dhe plotësuar me rregullore numër 05/2024. Tutje Komisioni Vlerësues pas zhvillimit të gjitha fazave të procedurës rekrutuese ka hartuar raportin e përzgjedhjes së kandidatit për pozitën e drejtorit ekzekutiv në Agjencinë e Meteorologjisë së Kosovës. Bazuar në këtë raport të përzgjedhjes, ju propozoj që në këtë mbledhje të qeverisë të miratoni propozim vendimin për emërimin e zonjës Sebahat Bushrani Ibrahimi në pozitën drejtore ekzekutive në Agjencinë e Meteorologjisë së Kosovës. Ju falemnderit. Faleminderit Ministra Hajdari, do fjalën dikush për diskutim. Kush është për? Faleminderit. Kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 5 është shqyrtimi i propozimit vendimit për emërimin e Komisionit ad hoc për vlerësimin profesional për pranim në pozitën e lartë të kategorisë drejtuese, drejtor ekzekutiv në Agjencinë Qendrore të Prokurimit. E ftoj Ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve, zotëria Kuran Muratin, që ta merr fjalën. Faleminderit të nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministre, të nderuar kolegë. Siç e theksoi kryeministri në fillim të mbledhjes, pra bëhet fjalë për konkurse dhe procedura që tashmë kanë filluar para përfundimit të mandatit tonë të rregullt si qeveri, dhe në këtë rast bëhet fjalë për Agjencinë Qendrore të Prokurimit në kuadër të Ministrisë Financave, Punës dhe Transfereve, pra është pozita e lartë e kategorisë drejtuese, kryeshef ekzekutiv, dhe në këtë rast propozojmë që në kuadër të komisionit ad hoc për vlerësimin profesional të emërohen personat si vjen: Fadile Dyla, zonja Fadile Dyla si kryesuese, zotëri Ismail Dibrani antar, zotëri Eton Qele antar, zonja Razie Murtezaj antare dhe zotëri Varian Avdiu si ekspert i jashtëm antar. Faleminderit. Faleminderit Ministri Murati, do fjalën dikush për diskutim. Kush është për? Faleminderit. Kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 6 është shqyrtimi i propozim vendimit për emërimin e Komisionit ad hoc për vlerësimin profesional për pranim në pozitën e lartë të kategorisë drejtuese, drejtor ekzekutiv në thesarin e Kosovës. E ftoj edhe një herë Ministrin Murati që ta merr fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër, edhe për këtë pozitë pra të lartë të kategorisë drejtuese, propozohet që të emërohet komisioni ad hoc si në vijim, zonja Venera Qerkini kryesuese, zonja Anita Kalanderi antare, zotëri Naim Gashi antar, zonja Razie Murtezi antare dhe zotëri Valian Avdiu antar. Faleminderit. Faleminderit. Me që nuk e do fjalën dikush për diskutim, kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 7 është shqyrtimi i propozim vendimit për ndarjen e mjeteve financiare për përmbushjen e kontributit vjetor Qeverisë Republikës Kosovës për vitin 2025 në qendrën rajonale për migrim, azilit dhe refugjat Meseli në Shkup. Republika e Kosovës përmbush detyrimet në pajtim me obligimet e marrë nga antarësimi në qendrën rajonale të nismës rajonale për migrim, azilit dhe refugjat me shkurtesën Marri në shumë prej 20.721 euro. E ftoj Ministrin e Punëve të Brendshme, zotëri Xhelal Sveçlin, që ta merr fjalën. Faleminderit shumë, nderuar kryeministër, të nderuara zëvendës kryeministre, të nderuar ministra dhe zëvendës ministra, Amleni të prezentoj para jush projekt vendimin për përmbushjen e kontributit vjetor të Qeverisë Republikës Kosovës në qendrën rajonale të nismës rajonale për migrim, azil dhe refugjat Marri Meseli në Shkup.
Republika e Kosovës është antarësuar në Mari më 10 qershor 2015, duke u bazuar në deklaratën e Shkupit të Forumit të Mari dhe i gëzon të gjitha të drejtat e barabarta, si shtete tjera anëtare të cilat janë Shqipëria, Maqedonia, Bosnia dhe Hercegovina, Serbia, Malizi dhe Kosova. Përveç përfitimeve në fushën e menaxhimit të migracionit dhe refugjatëve, Kosova duhet të përmbush obligimin financiar vjetor. Andaj, duke marrë në konsiderat rëndësinë e këtij procesi, kërkoj nga ju miratimin e vendimit të propozuar. Faleminderit. Faleminderit Ministër Sveqla. Ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 8 shqyrtimi propozim vendimit për emërimin e Komisionit të Ankesave për Shtetësi. Ministria e Punëve të Brendshme ka propozuar themelimin e këtij komisioni në zbatim të ligjit për shtetësinë e Kosovës. Ky komision do të funksionojë si organ i pavarur administrativ për shqyrtimin e ankesave ndaj vendimeve për shtetësinë, duke siguruar një proces të drejtë dhe transparent. Qëllimi është forcimi i mbrojtjes drejtave të qytetarëve dhe përmirësimi i procedurave administrative në këtë fushë. Ftoj edhe një herë ministrin Sveqla që ta merr fjalën. Faleminderit, i nderuar kryeministër. Në përputhje me kompetencat e Ministrisë Punëve të Brendshme dhe në zbatim të ligjit për shtetësinë e Kosovës, konkretisht të drejtës për ankesë ndaj vendimeve që lidhen me fitimin, humbjen apo heqjen e shtetësisë së Republikës së Kosovës, po propozojmë për miratim themelimin e Komisionit të Ankesave për Shtetësi. Ky komision përbën një mekanizëm institucional të nevojshëm për garantimin e një procedure administrative të drejtë, transparente dhe të barabartë për të gjithë personat që preken nga vendimet e organeve kompetente në fushën e shtetësisë. Qëllimi kryesor i themelimit të komisionit është krijimi i një organi të pavarur administrativ, i cili do të shqyrtojë ankesat në mënyrë profesionale dhe të paanshme, duke siguruar një rishqyrtim efektiv të vendimeve të ankesave, si dhe duke mundësuar zbatimin e së drejtës përmjet juridik në kuadër të administratës shtetërore, përpara se palët të drejtohen në instanca gjyqësore. Prandaj, duke marrë parasysh nevojën për garantimin e të drejtës për ankesë në çështjet e shtetësisë dhe përmirësimin e qasjes së qytetarëve në drejtësi administrative, kërkoj miratimin tuaj për themelimin e Komisionit të Ankesave për Shtetësi. Faleminderit. Faleminderit Ministër Sveqla. A do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 9 është shqyrtimi propozim vendimit preliminar për shpronësim për interes publik të pronave të palojshme të cilat preken nga realizimi i projektit mbyllje e deponisë aktuale dhe realizimin e deponisë sanitare 3 në Pej, zona katastrale Lutogllav, komuna e Pejës. E ftoj zëvendës ministrin e mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës, zotëri Jeton Drakën, që ta merr fjalën. Faleminderit, i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministre, të nderuar ministra. Me propozim të Departamentit të Shpronësimit në kuadër të Ministrisë Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Qeveria e Republikës Kosovës më datë 12/03/2025 ka miratuar vendimin numër 06/251 për miratimin e kërkesës për shpronësim për interes publik të pronave të paluajtshme të pronarëve dhe zotëruesve të interesit, të cilët preken nga realizimi i projektit mbyllje e deponisë aktuale dhe realizimi i deponisë sanitare të re në Pej, zona kadastrale Lutogllav, komuna Pej. Pas miratimit këtij vendimi, Departamenti i Shpronësimit më datë 27 mars 2025 ka mbajtur dëgjimin publik në komunën e Pejës me pronarët e pronave konform nenit 9 të ligjit për shpronësim dhe gjatë këtyre dëgjimeve ka trajtuar të gjitha komentet e pronarëve që kanë të bëjnë me komentet e tyre për procedurën e shpronësimit. Bazuar në ligjin për shpronësimin e pronës së paluajtshme, Departamenti i Shpronësimit ka konstatuar se janë plotësuar në tërësi dispozitat ligjore dhe i propozon Qeverisë së Republikës Kosovës që të nxjerrë vendim preliminar për ligjshmërinë e procesit të shpronësimit për interes publik të pronave të paluajtshme të pronarëve dhe zotëruesve të interesit të cilat preken nga realizimi i këtij projekti. Ju faleminderit. Faleminderit zëvendës ministër Raka. A do fjalën dikush për diskutim? Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për?
Faleminderit. Kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika 10 është shqyrtimi propozim vendimit për emërimin e kryeinspektorit të Inspektoratit Qendror Shëndetësisë në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë. Ministria e Shëndetësisë propozon që zotëri Labinoz Zeqiri të emërohet në pozitën e kryeinspektorit të Inspektoratit Qendror të Shëndetësisë. E ftoj Ministrin e Shëndetësisë, zotëri Arben Vitin, që ta merr fjalën. Faleminderit shumë, i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministre, ministra e zëvendës ministra. Ministria e Shëndetësisë ka shpallur konkursin publik me datë 5 shkurt 2025 për pozitën kryeinspektor Inspektoratit Qendror të Shëndetësisë në Ministrinë e Shëndetësisë dhe ka zhvilluar të gjitha procedurat e rekrutimit për pozitën e punës kryeinspektor Inspektoratit Qendror të Shëndetësisë me numër reference RN 000-16628. Konkursi për pozitën e Inspektoratit Shëndetësor është zhvilluar në përputhje me gjitha procedurat ligjore, duke garantuar parimet e barazisë, transparencës dhe meritës. Procesi i rekrutimit është organizuar në mënyrë të drejtë dhe të hapur, duke siguruar trajtim të barabartë për të gjithë kandidatët dhe duke u bazuar në kvalifikimet profesionale dhe përvojën e tyre. Ministria ju propozon miratimin e këtij propozim vendimi, me të cilin zoti Labinoz Zeqiri emërohet në pozitën kryeinspektor Inspektoratit Qendror të Shëndetësisë në Ministrinë e Shëndetësisë, e cila ka për qëllim që të fuqizojë mbikëqyrjen dhe të sigurojë zbatimin e legjislacionit të sektorit shëndetësisë në çdo institucion shëndetësor në Republikën e Kosovës. Faleminderit. Faleminderit, Ministër Vitia. A do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika 11 është shqyrtimi propozim vendimit për plotësimin dhe ndryshimin e tabelave nga paragrafi 2-10 ligjit numër 02/L viz 128 për barnat narkotike, substancat psikotrope dhe prekursor, duke u bazuar në mekanizmat për ndërrim dhe plotësim përcaktuar me konventat ndërkombëtare për kontrollin e narkotikëve. E ftoj edhe njëherë Ministrin Vitia që ta merr fjalën. Faleminderit, i nderuar kryeministër. Ligji numër 02/L128 për barnat narkotike, substancat psikotrope dhe prekursor, konkretisht në 10 paragrafi 2, parashet që plotësimi dhe ndryshimi i tabelave nga paragrafi 1 i këtij neni bëhet nga qeveria me propozimin e komisionit, duke u bazuar në mekanizmat për ndërrim dhe plotësim të përcaktuara me konventat ndërkombëtare për kontrollin e narkotikëve. Komisioni për narkotik i themeluar nga qeveria me vendimin numër 10 viz 249 të datës 26 shkurt 2025, në pajtim me nenin 6 të ligjit 02/L128, ka hartuar propozimin për plotësimin dhe ndryshimin e tabelave në fjalë, si dhe propozon miratimin e tyre. Miratimi i këtij propozimi është një hap strategjik në forcimin e kontrollit institucional mbi substancat me potencial për abuzim dhe rritjen e sigurisë shëndetësore dhe publike në Republikën e Kosovës. Bazuar në këtë, Ministria rekomandon miratimin e këtij propozimi nga Qeveria e Republikës Kosovës për të siguruar përputhshmërinë me standarde ndërkombëtare dhe për të garantuar mbrojtjen e shëndetit publik. Ju faleminderit. Faleminderit, Ministër Vitia. Do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 12 është shqyrtimi propozim vendimit për rialokimin e mjeteve në Ministrinë e Administrimit Pushtetit Lokal nga projekti Kapital Bashkëfinancimi me donatorët për skemën e granteve bazuar në performancën komunale në 25 projekte kapitale në përputhje me 25 marrëveshjet e mirëkuptimit për projekte kapitale të nënshkruara nga Ministri i Administrimit Pushtetit Lokal dhe kryetarët e komunave dhe donatorët. Propozohet që të aprovohet rialokimi mjeteve në shumë prej 4.5 milion euro në 25 projekte kapitalet ndryshme në për komuna, gjithherë duke u mbështetur në skemën e performancës së këtyre komunave. E ftoj Ministrin e Administrimit Pushtetit Lokal, zotëri Albert Krasniqin, që ta merr fjalën. Faleminderit, si nderuar kryeministër, të nderuar anëtarë të kabinetit qeveritar. Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal, bazuar në ligjin për
ndarjen buxhetore të Republikës së Kosovës për vitin 2025, neni 14.3, ka të parapar programin bashkëfinancim me donator për skemën e grantit në performancën komunale. Ky program është i planifikuar të mbështesë 12 komuna përfituese të grantit të performancës komunale, megjithëse 25 projekte në vlerë prej 4.500.000 euro. Andaj me qëllim të realizimit të këtyre projekteve, kërkojmë nga ju që mjetet në shumë prej 4.5 milion euro të rialokohen në kodin 15525, programi i bashkëfinancimit me donator për skemën e grantit bazuar në performancën komunale për vitin 2025, në 25 projekte të cilat janë nënshuar marrëveshjet e mirëkuptimit në mes të MAPL-s dhe kryetarëve të komunave. Ju faleminderit. Faleminderit Ministër Krasniqi, edhe fjalën dikush për diskutim. Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 13 është shqyrtimi i draftit të planit të rishikuar të veprimit 2025-2026 për zbatimin e strategjisë për veçqeverisje lokale 2016-2026. Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal ka rishikuar këtë plan të veprimit përmes të cilët synohet rritet autonomia lokale dhe të ofrohen shërbime me kosto efektive nëpër komuna. E ftoj edhe një herë ministrin Krasniqi që ta merr fjalën. I nderuar kryeministër, MAPL konform mandatit të saj ligjor dhe me qëllim të sigurojë funksionimin sa më efikas të veçqeverisjes lokale në Kosovë, në këtë mbledhje të qeverisë ka propozuar miratimin e rishikimit të planit të veprimit të strategjisë për veçqeverisje lokale. Ky plan ka për qëllim rishikimin e aktiviteteve të përcaktuara në strategjinë për veçqeverisje lokale 2016-2026, i cili synon rritjen e autonomisë lokale dhe forcimin e aftësisë së komunave që nëpërmjet pjesëmarrjes aktive të qytetarëve dhe përfaqësimit demokratik të ofrojë shërbime me kosto efektive dhe të përgjithshme për të rritur cilësinë e jetës, sigurinë dhe zhvillimin ekonomik lokal. Faleminderit Ministër Krasniqi, do fjalën dikush për diskutim. Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 14 është informimi i kabinetit qeveritar për raportin e vlerësimit të ligjshmërisë akteve të kuvendeve të komunave për periudhën janar-dhjetor 2024. Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal në përputhje me përgjegjësitë ligjore mbikëqyrë veprimtarinë e komunave të Republikës Kosovës, në kuadër të këtij mandati, kjo ministri bën raportim periodik në qeverinë e Republikës Kosovës lidhur me punën e organeve komunale. E ftoj Ministrin e Administrimit Pushtetit Lokal, Zotëri Elbert Krasniqin, që ta merr fjalën. I nderuar kryeministër, të nderuar anëtarë të kabinetit qeveritar, Ministria e Pushtetit Lokal në përputhje me përgjegjësitë ligjore të përcaktuara me ligjin për veçqeverisje lokale, përkatësisht në 86, mbikëqyr veprimtarinë e komunave të Republikës Kosovës dhe harton raportet periodike. Sa i përket vlerësimit të ligjshmërisë së akteve të kuvendeve komunale për këtë periudhë, MAPL ka sjellë në qeveri këtë raport në përputhje me nenin 13 të ligjit për shqyrtimin administrativ të akteve të komunave, me të cilët MAPL është përgjegjëse për koordinimin dhe raportimin periodik dhe vjetor lidhur me mbikëqyrjen e akteve të komunave. Përmes këtij raporti mundohemi të krijojmë një pasqyrë të qartë lidhur me aktivitetet që kanë tërmarrë komunat si dhe obligimet e MAPL-s, ministrive të linjës dhe institucioneve të tjera përgjegjëse për këtë proces. Gjithashtu, raporti shërben si një mjet adekuat për të rritur transparencën e organeve të pushtetit lokal si dhe atij qendror. Në këtë raportim janë përfshirë aktet e miratuara nga 38 komunat e Republikës Kosovës, si dhe vlerësimi këtyre akteve nga MAPL, Ministritë të Linjës dhe institucionet përgjegjëse për këtë proces. Ju falenderoj. Faleminderit Ministër Krasniqi, kjo pikë ishte vetëm për informim, krejt në fund është të ndryshme, nëse nuk ka dikush diçka që është shumë e rëndësishme dhe urgjente, nuk ka siç duket. Faleminderit shumë e mirupafshim në aktivitete e mbledhje të tjera.